Për me na u përgjigj Allahun lutjet në duat tona, çdo herë duhet me pas kujdes në çdo kohë dhe në çdo vend, ta dim se Allahu na mbikëqyr. Ta dim se Allahu na përcjell. Në çdo kohë, në çdo vend, çfarë do që bëjmë, çfarë do që punojmë, apo flasim, apo veprojmë, duhet me ditë se Allahu na kontrollon. Duhet ta kemi parasysh se Allahu na përcjell. Duhet ta kemi parasysh se Allahu na dëgjon. Duhet ta kemi parasysh se Allahu na sheh. Dhe kontrolla, përcjellja e Zotit, shikimi dhe dëgjimi i Zotit absolutisht nuk është i ngjajshëm me të njerëzve. Sepse njerëzit munden me të përcjell, me të pas çka po bën, edhe mundesh me ju ik njerëzve. Mundesh me ik edhe kamerave të sigurisë, mundesh me ik edhe mediave, edhe të gjithëve. Ndërsa monitorimit përcjelljes Allahut nuk ka ndodhur dhe nuk do ndodh kur dikush me bë diçka e që të mos jetë nën shikimin, nën dëgjimin edhe nën monitorimin, nën dijen absolute të Allahut xhalla shanu. Andaj çka do që të bëjsh? Çka do që të bëjsh? Mos u shqetëso kur për njerëzit. As mos u frikso kur për njerëzve. Gjithmonë shqetëso çka kemi thonë Zotit. Se na e shohëm këtu do të thotë njerëz të ligë, jo këtu në xhami, po flas në përgjithësi njerëzit, shumë raste, mos them në krejt rastet, po në shumë raste ruhet prej njerëzve, se sa për Zotin ku me di çka kish bë. Por ata e ke pa fol keqe, fol fjalë dyta e shpife, rrene, ku ta dione, për x personin. Në momentin që ballafaqohet me ta, pastaj e ndryshon çastin. Se është frigacak. Është frigacak. Kujt po i tutet? Njerit, po çka ka me të bëj njeri? A monet me ta marr shpirtin njeri? Ata ka dhon shpirtin njeri jo. A monet me ta marr shpirtin jo? Ti s'po i tutesh krijuesit. S'po i tutesh Allahut, e s'pe lën shpifin, e s'e lën rrenën njëri. Ai tjetri s'e lën përgojimin, ai tjetri s'e lën thashë thëmët, ai tjetri s'e lën fjalët e dyta. Do me thonë, kjo një lloj manifestimi i hipokrizisë të besimtarëve, të disave. Na duhet çdo herë me pas shqetësimin, preokupimin çysh me dal para Zotit. Nëse unë vjedh, nëse unë rrej, nëse unë shaj, nëse unë shpifi, nëse unë përgojoj, nëse unë etiketoj, nëse unë injoroj, nëse unë nënçmoj, nëse unë runa Zot e dënoj në ikon, qysh me pas paraqitjen kur dal para Zotit, se para njerëzve nuk ka ne fare problemi. Allahu Teala na ka tërhiq vërejtjen në Kur'an. Edhe na ka mësue që me pas parasysh atë dite kur do dalim para Zotit, edhe kush kërkon nuk e njeh. Edhe nana e lën foshnjën e vet që ka në xhi e merr e hudh. Çai bën çaj dite kur delsh para Zotit. Kur të paish nanën me fëmijën e saj në xhi edhe gjuhën fëmijën edhe nuk e njeh. Në këtë botë nuk ndodh, veç në nanë e krisun, në nanë e çmendun e gjuhën fëmijën. A ndodh dikush me gjujt fëmijën? Pe nanave të mençura. Nuk ndodh, pe nanave të shnoshta psiqikisht ka janë. Bile Allahu na tregon se thot edhe nanat shtatzana dite, prej të merrit, llahtaris, frikës madhe, dëshpërimit madh, edhe nanat shtatzana i gjujnë fëmijët e tyre, i abortojnë fëmijët e tyre. Ajo ditë është e tmerrshme, e frikshme, edhe njerëzit ecin sikur të dehur, sikur me qenë të pit, nuk janë domethënë stabil, nuk janë të qëndrueshëm. Ndryshon domethënë stabiliteti i tyre krejt, që rregullohet, edhe ecin njerëzit sikur me qenë të dehur. Atë ditë ik edhe i dashuri prej të dashurës, burri prej gruas, gruaja prej burrit, ik edhe nana dhe baba prej fëmijëve, ik prej prindve, prind ikun prej fëmijëve, vllav prej vllavt, pej motrës, e kështu me radhë, kështu me radhë. Andaj askush nuk ka mundësi me ta zgjat dorën e ndihmës. Askush nuk ka mundësi me qenë i mëshirshëm, askush nuk ka mundësi me qenë i dashur, askush nuk ka mundësi me të falë atë dite, përveç Allahu Teala. E qësoj dite du të më friksue, jo njerëzve, se e kësha thy bonke po pojtut nga kamerave të sigurisë, pojtut nga sigurimit, pojtut nga policisë. E kësha re këto, e kësha shoh ato, e kësha bo ato, se pojtut nga njerëzve. Jo, ti mos ju tut njerëzve, ti tut ju Zotit, se njerëzit ndoshta dhe harrojnë. Nashta këtë edhe s'kanë mujt me i ditë çka kemi bo kesh për të tjerët. Mirë po, kur delsh para Zotit, kemi i lexu vetë.
kimi lexu vetë edhe është moment i frikshëm, është moment i tmerrshëm. Andaj do të me qenë të vëmendshëm vllazën, se apo i shihni çto gjethet që s'po na bojnë shumë për shtypje. Çto gjethet tu që i kemi, apo edhe në për male, e në për fusha. Vallahi ato lëvizje që i bojnë janë me dirigjim të Zotit. Edhe Allah po thotë: "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha", dhe ai e din edhe për çdo gjethe që bie prej degës së vet. Për çdo gjethe që bie në rrezullin toksor është në ndijen absolute të Allahut Teala. Këto me i pas parasysh, apo kënë ndjesimin a shoqëru një jetën tonë, me qenë me neve, sigurisht ishë mbo si kur ata plesh për para që kanë qenë si kanë shkel as bubrecat. As bubrecat, as milingonat nuk i kanë shkel. A ka pas as i njerës? Ka pas. A ka dhe sot? Ka. Veç janë ma pak. A mo sot, po i thëmë sinqerisht, me shumit, jo krejt, të shkelin edhe me bagere, me bundozher, veç tuten. Sot, ta nalin edhe ajrin me pas në dorë. Pse është largue mshira, është largue rahmeti, është largue dashnia ndaj njëri tjetrit. Sepse krejt dashnin që e kanë njerëzit sot, apo me shumit është dashuri e barabart me interes. Zhduket interesi, kryet dashnia. Pak i shef sot të nejt e të kesh e të knash për hatër të Zotit. Pak i shef sot të pi kafe, çaj, apo të hongër dreka e dorka për hatër të Zotit. Po, unë e kam një tender, ti po do me marë, ti ma qet një drek. Unë e kam me punsu djalin, e kam me punsu qiken, ti aty shefi, pundhon se unë ta gjesh ty një drek. Ti ki me ma shit një tokë, një parcel, një lokal, një kutadion, ti ki me him partita, me ajnë tonën, kështu krejt që to jenë. Edhe më botë sinqert ku ti pa i sot njerëzit, krejt të nejt, krejt ju lidh dikun, diçka. Pa kijet atil që thët, që na dë, që ta dë, e Allah na kur gjejsh për na lidh. As jemi një nës anë për shamull, një pjesë të Kosovës, as jemi në familje, as jemi farefis, as nuk jemi në politik, as jemi në biznes, as kur gjëheq. Neve na ka lidh dashnia për hatër të Zotit. E që si për hatër të Zotit, këshërru me i bo një 100. Se që shkanë thonë djetarët islam, ti mundoh me i bo do shok të mirë, të devatshëm, që me ta përcjell edhe gjenazën kur deksh, se për me hongër darka e dreka po bën shok boll sa dush. Edhe s'ka nevojë vllazën me pas numër të madh kur të përcjellin, kur të rrejsh jetë. E një 100 vetë me i pas, se me ndodh 100 të mirë, devatshëm, që kur dalin para Zotit thonë: "O Zot, filani ka qenë kështu me ti numëru të mirat", për ty nuk ka diçka më shumë se po shihen shajet që je pe xhenet live. Te na sot veç numri po këshyret, valla vdesh filane, 3.000 vet, 2.000 vet, 5.000 vet. Pa i ka pas shok kështu. Ja, ma shumë shok interesi, se ku kompozite, ku pasionike, ka pas autoritete, ka pas fame, ka qenë dietare, ka qenë shkencëtare, ku ta dione. Ndërsa tjetri fukaraja vdes e i shet 200-300 let, po pe aty në 200-300 let, gati 90% janë njerëz që nuk i te i kalojnë kufit e Zotit. E ai lumi që ka vdek me qëta 200-300, e i mire që ka pas 2-3.000, e ata kanë shku për hipokrizisa për syje faqe. Shumë raste kom para vetes, koha nuk premton, vetëm po i përmeni 2-3 edhe kaloj koha fujse, vetëm shikoni çfarë gjeneratash kanë qenë për para. Në kohën e kalifit Omerit radhiyallahu anhu, një grua në gjendje jo të mirë ekonomike, në gjendje të rëndë ekonomike, natën për pregadit qumshtin për me shit në mëngjes. Edhe ky prisi besimtarë, ky nuk ka nejt në për hotele me 7 tyje, me 6 tyje, me 7 pe uje, ku ta diu në çfarë tash po i dëgjojmë si në pralla, si në filma, po ky ka dalë natën. E ka ndryshu pamjen, Omeri, edhe ka dalë natën po i monitoron besimtarë. Edhe po i këshyr kush ka po thot, edhe tu kalu rrugëve të Medines, atëre shtëpia do kanë qenë tash të izolume, që i kemë kështu sende, pe dëgjon një nan të i thonë vajzës e saj, që ti tamlit ujë të shtojmë pak, se të shite tamlin popull edhe ka njerë që e shesin, po i qesin edhe ujë. Gjëna, dhe më thonë, haram është. Edhe tash po i thët ajo, jo i nan po thët nuk bën me bo këta. Nuk bën me bo këta. Pse? Se thët kërkush mus na paft.
Kërkush mos me ditë se Zoti po na shef. Edhe pse jena në terrin e natës, Zoti po na shef. Zoti po e din që jem të bo mashtrim. Edhe po i thet nënës në fen tonë me mashtrua nuk është besimtar ai që mashton. Nuk ka besimtar i vërtet është fjala. U habet nëna edhe u ndal. Pastaj Omeri mos me zgjat shumë u interesu për këtë vajzë edhe e diti kush është edhe bia kujt është edhe kur rrit kjo e martoi për djalin e vet. As nuk e kqyri sa metra është e gjatë, as e kqyri sa është e gjon, as çuçi ka buzët, as çuçi ka vetullat, po ja kqyri fen. Pastaj çka e martoi me djalin e vet. Edhe një rast tjetër, një grua e devotshme në kohë të martesës, apo një vajzë e devotshme në kohë të martesës, edhe kish dal poec në errësirën e natës. Befasi i paraqitet një djalë. Ky djali pe don këto, po edhe kjo vajza pe don këto. Edhe po i thet ai djali, po thet, shqyr që erë momenti mu bashkue. Thet, jo nuk bën, se thet, na shohin, thet, jo s'na shef kërkush. Ajo vajza thet, na shef më nejkush, jo e thet kërkush hiq. Thet, këshyre nalt, a i peshen një yll atje. Tha, kush na sheve qa yll? Mëra tha ylli së gajle, tha, po na shef Zoti aty në yjeve nalt atje. Tha, ki frika Allahun, se a i na shef, edhe u largun. E kështu rastet të shumta nga historia e njerëzve të mëdhej, me vepra, se jo me trupa, është e mushne. Andaj çka duhet me u kthye dhe me marr mësime prej këtyre gjeneratave të bekuara të bereqetshme.